Pika 7 është shqyrtimi propozim vendimit Ministrisë Mbrojtjes për të kërkuar nga Kuvendi i Republikës Kosovës marrjen e vendimit për dërgimin e Forcës së Sigurisë Kosovës jashtë vendit, përkatësisht si pjesë e Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese në Gaza. Ministria e Mbrojtjes ka paraqitur propozimin për miratimin e vendimit për dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në mision jashtë vendit, si pjesë e Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese në Gaza. Dërgimi i personelit ton ushtarak atje bazohet në koordinimet realizuara pas pranimit të ftesës nga Komanda Qendrore e Shtetit Bashkuar të Amerikës në dhjetor të vitit kaluar, në përputhje me rezolutën 2803 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës Kombeve të Bashkuara, si dhe shprehjes së vullnetit politik në kuadër të Bordit të Paqes. Të gjitha operacionet e ushtrisë sonë do të zhvillohen në përputhje të plotë me Kartën e Kombeve të Bashkuara, të drejtën humanitare, rregullat e angazhimit të Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese dhe rregullat të tjera të përcaktuara për këtë mision. Për më shumë e ftoj Ministrin e Mbrojtjes, Zotëria Jep Maqedonisën që ta merr fjalën. Faleminderit të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra dhe zëvendës kryeministre, të nderuar kolegë, më lejoni që të paraqes arsye dhe rëndësinë e aprovimit të këtij propozim vendimi të Ministrisë së Mbrojtjes për të kërkuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës marrjen e vendimit për dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës jashtë vendit, përkatësisht si pjesë e Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese në Gaza. Ministria e Mbrojtjes mbi bazën e objektivave dhe planifikimeve strategjike për bashkëpunim me shtetet aleate, ftesës së pranuar nga Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me datën 10 dhjetor 2025, që referohet rezolutës 2803 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, vullnetit politik të shprehur në Bordin e Paqes, si dhe ligjet për dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës jashtë vendit, ka iniciuar procedurat për të kërkuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës marrjen e vendimit për dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës jashtë vendit, përkatësisht si pjesë e Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese në Gaza. Dërgimi i FSK-s në këtë mision përfshin pjesëmarrjen e personelit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në kuadër të Komandës së Unifikuar të Forcës Ndërkombëtare të Stabilizimit, e cila ka për mision të mbështesë zbatimin e planit gjithëpërfshirës për të dhënë fund konfliktit në Gaza. Gjithnjë, duke u bazuar në mandatin e Forcës Ndërkombëtare të Stabilizimit, ku të gjitha operacionet e Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese do të kryhen në përputhje me Kartën e Kombeve të Bashkuara, të drejtën ndërkombëtare detyruese të zbatueshme, përfshirë të drejtën ndërkombëtare humanitare, rregullat e angazhimit të Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese, marrëveshjet e zbatueshme për mbrojtjen e statusit dhe instrumente të tjera detyruese të zbatueshme. Ky angazhim është në përputhje me rezolutën 2803 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila ka krijuar kornizën ndërkombëtare për stabilizimin e situatës në Gaza dhe mbështetjen e një force të përkohshme ndërkombëtare me fokus në siguri, stabilitet, mbrojtje të civilëve dhe mbështetje të përpjekjeve humanitare. Përmes këtij angazhimi, Republika e Kosovës dëshmon që është partner i besueshëm, i përgjegjshëm dhe i gatshëm të veprojë krah aleatëve në mbështetje të paqes, sigurisë, mbrojtjes së civilëve dhe zbatimit të mandateve ndërkombëtare. Ky vendim forcon edhe më tej profilin ndërkombëtar të shtetit tonë, afirmon profesionalizmin e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe e vendos Republikën tonë në radhën e shteteve që jo vetëm përfitojnë nga siguria ndërkombëtare, por dhe që kontribuojnë aktivisht në ruajtjen e paqes dhe rendit ndërkombëtar. Andaj, duke pas parasysh rëndësinë e këtij vendimi, ju rekomandoj të aprovohet ky vendim. Ju falenderoj për vëmendje. Faleminderit Ministri Maqedonisi. Do fjalën një grup për diskutim. Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatojmë që miratohet.